E ditë që jena baka public, si jena 4, jena dhe unë e Marko me fol me Tanja 2 fjalë, Gjona e shprehja që bukur, por sonte në fakt, tu e mendu, është edhe një natë shumë, se s'ka rëndësi në fakt feja, është nata shënkollit, edhe kush e din, është dita shënkollit, më falë se nata ka kenë mëram, është dita shënkollit, edhe kush e din për shënkollin, është dhe më thonë që ka një mu të varfnit, edhe fmit. Edhe kjo ishte iniciativa jonë, që e morën për mendimu ata fmit që s'kanë prim, ata që janë smur, edhe jeni ju, ata që në ndihmut, për me, ndoshta ishte hap shumë i shpejt, por ishte hap i shpejt se doli prej zemrët. Ishte mush me dashni, edhe kina thonë, ku ka ma mirë se me fillu këtë hapin ton, këtë gjan e vogël me një dashni të madhe për dikendin që ndoshta asnjë prej nesh inshallah s'kina dal kur i thojnë qerak që kina ardhë dhe kina me Allahun kur i thojnë një gjatë vogël. Prej zemrët, prej mejet, edhe prej ton grupit ton, faleminderit që jeni sonte këtu, edhe na keni nderu, edhe jeni të një gjë të vogël për dikendin që ndoshta asnjëri se njifet po thonë Zoti thotë që atë që e jep atje ku nuk din gjë, ai atë njihet më shumë. Se s'kena nevojë kur i thonë me na thon dikush faleminderit që na dhe. Por faleminderitja i shkon ton juve, faleminderit jush, ndoshta ata kur ta marrin kanë me thonë që kushdo që ka kënd që ma ka prit këtë gjë të vogël, faleminderit për tyne, sepse e dina që ton ju nëse kishim mujt kur me e bë, mas kishit kënë ju. Jeni ju që po jepni një dashni shumë të madhe që nëse mundena kur me ju ashpërbly. Faleminderit.